Zonja dhe zotrinj, përshëndetje, po ndërpresim rrjedhën normale të transmetimit për t'ju dhënë një lajm mjaft shqetësues. 4 muaj pas arrestimit të Lalierit nga SPAK, Tirana është zhytur në një kaos të vërtet. Shitcat ambulant kanë pushtuar rrugët e kryeqytetit dhe përveç ankesave të shumë qytetarëve që nuk kanë ku të kalojnë, të shqetësuar janë edhe oligarkët e ndershëm, cilët paguajnë taksa dhe ju duhet të përballen me konkurrencën e pandershme të këtyre shitësve ambulant, që përveç se shesin produkte të pakontrolluara, ata nuk lëshojnë as kupon tatimor. Për më tepër do të ndjekim shqetësimin e një oligarku supermarketesh, i cili rastësisht është edhe sponsor i emisionit ton. Për të ndjekur këtë intervistë, ne do të lidhemi live me Veizin. Përshëndetje Veiz. Përshëndetje Veiz, faleminderit për linjën, ashtu siç e shprehet edhe ju, jemi në zyrën e një oligarku i cili rastësisht është edhe sponsor i emisionit ton, i cili do të shprehë shqetësimet e tij në lidhje me uzurpimin e trotuareve nga shitësat ambulant. I kemi marrë pak minuta nga puna dhe koha e tij e çmuar dhe do të dëgjojmë për më tepër mendimin e tij. Përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Miku im, na falni se jemi pak kështu si me rruf, po që do vazhdojmë. Që pas arrestimit të Lalierit dhorti miku im, tu është bërë vështirë shumë. E kanë mbytur trotuare, rrugët, shitës ambulant, mirë po këta orti miku im, ta janë të rrezikshëm. Pse do thuash ti orti miku im? Ta s'paguajnë as taksa, as çdoganim, as magazinim, as qera, as punëtor, ta çaleku marrin orti miku im, ta e fusin në xhep fata. Edhe këta kanë ndërtuar kulla, gradacela. Këta kanë betonizuar Tiranën, është bërë Tirana e pajethueshme orti miku im. Për sa i përket dëmtimit të drejtë për drejtë që është bërë juve në lidhje me këta shitësa ambulant, pra si ka ndikuar në shitjet tuaja, në çmim etj. Këta na masakruan orë miku im. Se e diti sa kosto kam unë në biznesin tim apo jo. Unë sjell 20 ma unë me mall nga Serbia, me mall të freskët. E sjell të freskët preshin nga Serbia unë dhe e kam më lirë në treg se sa këta ambulantët. Po domaten e kam pothuajse gjys për gjys, nuk vjen njëri të blej tek unë. Se thotë jo, po ky ka gjithë investime, gjithë gjëra dhe duket sikur ka mështrin. Po ti hajde njëri, shikoj një çmimet. Të lej, ai ta vë aty tezgën, mund të derë shtëpisë në trotuar ti s'ka nga kalon. S'ka as kosto as gjë, kurse mua më griu dogana. Magazinim, transportim, punëtor, më the, të thash, ore në ropën. Po përsa i përket kostove të jetesës tuaj, si po e përballoni këto kohë që ju kanë puna në markete? E disa e vështirë është bërë jetesa në Tiranë për një oligarkët e ndershëm apo jo, ore miku im. Ore çfarë të them ore. Ka marrë një 3 pastruese nga Tajlanda ore miku im. Ore po ato të rjepin kokën, të bien kokës se po punojnë të ditë. Din të bëjnë masazh apo vetëm pastrim? Unë i kam marrë vetëm për pastrim. Tashi një mësuese u kam posuar në atyre të mësojnë dy llafe shqip që të merrem i vesh. Po guzhinjeri valla. Të bie kokës në streti kur bën drekën, or të keqën vllai, se hedha të kripën shuaj, po e diti sa i vete aty apo jo ore. 3000 euro dita ore. Tash më thon. Këto janë dramat që po përjetojnë këta qytetarë të ndershëm Veiz. Po Baçevani, që ma laksa të barin aty me zorën, e diti sa të merrej në muaj apo jo. Po ilaçet sa kanë shkuar ore. Kam 3 qenë të smurë në shtëpi unë, orë miku im. Po të e diti sa u ven ilaçet atyre apo jo. I ven me 1000 euro në muaj, 3-4 euro në muaj për qenë. Ta shik ne na falimentuan komplet. Lironi Lalieri nga burgu se na lat pa bukë. E di sa punojnë në ngelin pa punë apo jo. Po makazinier, po kopshtar, po ai që ngre traun kur vetëm ndar te shtëpia. Një tjetër që ka tunin kur që ngre traun kur dalun nga shtëpia. Janë kosto këto orë miku im. Shumë po të gjitha ore janë kosto këto. Ne po jam me këto biznese që po na falimentojnë këto këta që dalin në për trotuare, ta ambulantët. Lironi Lalierin sa na morët në qaf. Lat njerëzit pa bukë. Unë kaj ditë them, lironi Lalierin. Lironi qafën se na morët lironi Lalierin se na morët me qaf. Këto ishin fjalët e fundit që tha zoti oligark. Linja për ty Veiz.